Një tjetër zhvillim i papritur ka tronditur marrëdhënien mes Indrit dhe Vanesës, një nga çiftet më të përfolura të momentit. Pas ditësh afrimiteti dhe dinamikash që kanë mbajtur publikun me syt nga ata, duket se gjithçka ka marrë fund. Në një bisedë të drejtpërdrejtë dhe mjaft të fortë emocionalisht, Indri ka vendosur të japë fund raportit me Vanesën, duke u shprehur hapur për atë që ndjen. Me ty s'kam asgjë, me ty kam vetëm keqardhje, është fjalia që ka bërë menjëherë xhiron e rrjetit, duke shënuar fundin e lidhjes së tyre. Ai ka sqaruar se nuk e konsideron Vanesën fajtore për situatën, por ka pranuar se nuk mund të vazhdojë diçka që nuk e ndjen më. Kam keqardhje për këtë status që po të shkaktoj ty, nuk ta vë fajin ty, por s'mund t'ja vë as vetes. Ky jam dhe këto gjëra ndjej, është shprehur Indri. Mëtej, ai ka lënë të kuptohet se nuk është tip personi që vazhdon një marrëdhënie vetëm për hir të momentit apo për të kënaqur publikun. Nuk jam në gjendje, nuk kam qenë në gjendje, ka thënë ai, duke vulosur kështu ndarjen me Vanesën. Ky moment ka ngjallur reagime të shumta mes ndjekësve, të cilët tashmë po komentojnë nëse kjo është një ndarje përfundimtare apo thjesht një krizë e momentit. Në rrjet, fansat janë ndarë në dy kampe. Ata që mbështesin sinqeritetin e Indrit dhe ata që shprehin keqardhje për Vanesën.